A den kur lihet gjunaj, cili standard du të mu plëcu, veç një? Cëllë është dozi? Mu gërdit për ti. Po thot thuju atyre, mos e këpët një shpresën prej Zotit. Inna Allah, jekfir dhunube gjemia. O, Zoti, krej gjunat i falë. Është i madhë Zoti. Ati kofë shumë falë. Surja Zëmër, ajeti 53, është ajeti më shpresëdhënës për jetën e njeriut. Qelëse, kur fillon njeri me folë me vetë vetën, me eugën e vetë njerit, edhe me zgjedh një farë rrugdalje. Kur konsiderohet një azhërim i pranueshëm? Se tash kur i thu dikujna është një derë veçantë, fillojnë me një herë me një shpresë, Shika, na jemi të thirrur me mbjell shpresën në popull. Definitivisht. Edhe këto Zoti na mëson surën Zumar, ajeti 53, mos harro fitan. Surja Zumar, ajeti 53 është ajeti më shpresëdhënës për jetën e njeriut. Nuk ka ajet i cili e kompleton komplet shpresën ndaj njeriut, ja garanton se sa ky ajet. Thot Zotin me Kur'an, thuaj robëve të mi, të cilët e kanë tepruar në mëkate. Shiko pastaj, ka mund Zotin me thonë, thuju atyre kriminalëve, ose thuju atyre keqberzve, ka mund me thonë, thuju atyre të rebeluarve, ka mund se jenë rebelu ata, kanë bo keq ata, besa kanë bo vepra të krimit, po thot Zotin thuju robëve të mi. Shiko, thirrja hynore, sa është i dhëmshëm i madhi Zot, sa e dënë Allahu njeriun, sa e mbështet Allahu njeriun. Po thot thuju atyre, mos e këpët një shpresën prej Zotit. Inna Allah, jekfir dhunube gjemia. O, Zoti, krej gjunat i falë. Është i madhë Zoti. Ati kofë shumë falë. Agjerimin bënë njëtë për Zotin, edhe nëse e duke bo më katë. Ka më ro shkas që kë ibadet, kë adhurim, kë përkushtim, ti keme jekë dorë për gjunajt. A den kur lihet gjunaj, cili standard du të mu plëcu, veç një? Cëllë është dozi? Mu gërdit për ti. Qysh mu gërdit për gjunajt? Sa t'ju problemi se zinoj pak doket i jeshëm, shka thonë për sënë harami, doket i jeshëm, për ten tani shpërten, po njerë doket në aspektin e estetik. Është lakmitar, shpirti njeriut, kajta, egoja, po fiturja me modhe që njeriu e arrin me stërvit unën e ti, shpirtin e ti, pleshtoj nefsin e ti, epshin e ti është me menagju që të kajtë. A menazhot, se për shembull në mistikën islame, ta savuf edhe në këto për shpërshuit, që pikrisht azhërimi është ataku ose sulmi drejt për drejt i nefsit edhe egos njeriut. Është azhërimi që ai sulmi drejt për drejt kur ego nefsit, që ai kënaria, që ai gërdia ndaj tjetës përditshme që e bën, si të bën me reflektuar. Përveç në aspektet të adhurimit. Është që kjo, që ai njeri ideal, se morë edhe shembull Zoti nuk ka, nuk pim, është edhe kur je është i çuditshme, kur je unë edhe i edhe më i qetë. Si kundër tën, do më bosh nervoz në ashta, me me të pa cigarë, për gjakure. Dinë që jetë e bazë rrushme, shumë ma i qetë. është një farë qëtësie pas pjegushme. Shumë bukur e the, nëse njeri ju rrën, ose hën grev, po sim për Zotin, se bën për Zotin. Qashtë është? Ki më konë nervoz. Shumë. Ki më konë i shqetësum. Ki më konë pishman. A kur njeri ju fillon me agjeru, me njetë, a ke po, na qomin sëfire bojna njetë, edhe deri në momentin e iftarit, ma dje edhe duhan gjitë matë mëdoj thojnë, as na bjen men, bili, që ka bonjet për Zotin. Mi po, kjo do të me reflektu edhe mas iftarit. Na që tu tani për kena problemi. Pikrisht kjo është. Ashtë esenca azhërimit edhe lushta ndaj nefsit, egos. Tjetër, menaxhimi i njeriut, se njeriu duhet jetë rëbë vetëm i Zotit. Jo i nefsit ti. Jo i dynjas. Jo i materialis. Jo i kërkesës djallëzore. Për këtë arsye njeriu e ka fitu emrin njeri se ka arrit me e menaxhu mënyrën më njerëzore të mundshme të gjitha kërkesat që ja bën nefsi dhe kojta e tij. E stërvitja më e bukur e mundshme që ja lehtëson rrugtimin ton, sepse njeriu përball arsyes edhe përball kojtës apo egos. Tash arsyeja ka imunitet të madh, fiton imunitet të madh në agjerim. Edhe forcohet, edhe të njëjtën kohë trimënohet, edhe egoja, po edhe kojta. Njeriu duhet me pas kojtë, po kojtën e menaxhueshme. Kur e pyetën Xhamal Agën, tash po referohem nga historia kombëtare. Çka e prish njeriu? Tha kojta, e burrin tha jo. Domthon pse burri ka arrit me frenu, me menaxhu.
A është kjo, është azyrimi Nëse nuk na kona as bukën, nuk na ha. Nuk na ha. Është azyrimi një fartrajnimi i shpirtit njeriut kundrejt tegos dhe nefsit. Pa tjetër, kjo shkolla ma e bukur e mundshme. Për këtë arsye njerëzit mas shumë t'jenë solidar në kohën e agjerimit. Jenë më bujar në kohën e Ramazanit. Punët më fisnike në historinë tonë islame, po edhe kombëtare kanë fillu pikrisht në Ramazan. Se shpirti ka qenë më i pastë. Po, më ka ro, punë po mjenë të në kohën, më ka ro iftarin në emision, më ka ro me shumë shku shumë iftarin, më ka ro me